Kontrolle më të shtuara dhe më të repta pritet të ushtrohen në treg për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorëve, ndërsa çdo rast shkeljeje do të ndëshkohet maksimalisht. Në këtë kuadër kryeinspektori Dashnor Sula zhvilloi një takim me inspektorët në Korçë, ku diskutua zbatimi i ligjit të ri të inspektimit dhe forcimi i kapaciteteve profesionale. Ai theksoi se inspektorët nuk do të qëndrojnë më vetëm në zyra, por do të zbresin në teren për të identifikuar dhe adresuar problematikat nga afër. Dita e nesërme, ne si inspektorat e përgjithshëm kemi vendosur që në disa subjekte të padeklaruara dhe të painformuara nga inspektoratet e zonës këtu do të shkojmë bashkë me to për të qyrë dhe për të bërë inspektim pikërisht. Kemi përzgjedhur edhe linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje, çdo rast sinjalizimi apo çdo rast tjetër ne do ta ndëshkojmë në maksimalisht. Sula bëri të ditur se ligji i ri është në fazë tranzitore dhe synon një qasje më efikase, ndërsa paralelisht po përgatitet sistemi e inspektimit. Jemi duke përgatitur me të gjithë sistemi e digitalizimit për gjithçka, për gjithë fushat e inspektimit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, që do të thotë nuk do kemi më inspektim në mënyrë të fragmentuar, por do ta përzjellë sistemi në bazë të indikatorëve të rrezikut që tregon vetë sistemi gjeneron për ditë të dhëna dhe të cilët do i japin mundësinë që menjëherë të dalin inspektimet të cilët do planifikohen dhe që do duhet të shtojë inspektori. Dhe ju garantoj që inspektimi do të pasurohet çdo ditë me të dhëna të tjera që do bëjë të mundur që edhe inspektori të jetë i monitoruar në çdo çast. Sula shtoi mëtej se ky sistem do të monitorojë inspektimet përmes GPS-it duke shmangur fragmentarizimin dhe rritur transparencën në proces.